Drejtuesi politik i Partisë Socialiste për qarkun e Vlorës, Bledi Çuçi, zhvilloi një takim me anëtarë dhe simpatizantë të Partisë Socialiste në rajonin 2 në Vlorë, ku ka prezantuar kandidatin Damian Gjiknuri dhe kandidaten Mjaftesa Sulaj. Pjesë e takimit ishin dhe Piro Vëngu, ministri i Mbrojtjes, njëkohësisht kandidat për deputet dhe bashkëkryetaria e Partisë Socialiste Vlorë, Vilma Bello. Në fjalën e tij, drejtuesi politik Bledi Çuçi theksoi se janë të gjitha rrethanat për ta kthyer në një rezultat historik. Në rajonin 2 janë 2 kthime, kthimi Damianit, i cili ka drejtuar në mënyrë të shkëlqyer qarkun e Vlorës për më shumë se 6 vite dhe ka udhëhequr 2 betejë shumë të suksesshme të Partisë Socialiste, duke ofruar mundësinë historike për të bërë një tjetër rezultat historik për të marrë mandatin e 9. Këtë mundësi sipas Çuçit e shton dhe vota e diasporës. Janë të gjitha rrethanat për ta kthyer në një rezultat historik. E para, këtu kemi 2 kthime njëherë. Kemi kthimin e Damianit, i cili ka drejtuar në mënyrë të shkëlqyer qarkun e Vlorës për më shumë se 6 vite dhe ka udhëhequr 2 beteja shumë të suksesshme të Partisë Socialiste. Ne sot kemi mundësinë historike për të bërë një tjetër rezultat historik për të marrë mandatin e 9. Këtë mundësi na e shton edhe fakti që kemi futur në ligj dhe kemi mundësuar votën e emigrantëve. Dhe kemi edhe një kthim tjetër të tesit dhe kthehet mas 18 vitesh e thithur nga manjeti i transformimit të Vlorës. Ne shkojmë në këto zgjedhje për të marrë një mandat për Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Dhe jo thjesht një mandat të një force politike, por një mandat që përfaqëson Shqipërinë. Janë zgjedhjet që do nxjerrin qeverinë që do firmosi antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ne shkruajmë atë që quhen detyrat e realizuara dhe jeni shtet i aftë për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Në këto zgjedhje duhet mendojmë për këtë pjesë të madhe që është Shqipëria në mënyrë që të marrim një vot sa më të gjerë, të madhe, të shumt nga shqiptarët, që Edi Rama, qeveria socialiste, ta ketë rrugën e hapur për çdo sfidë që na pret në këto 4 vite. Kandidati socialist Damian Gjiknuri u shpreh i kënaqur për rikthimin në Vlorë, pikërisht në rajonin 2, një nga rajonet kampion të Partisë Socialiste, siç e cilësoi ai. Gjiknuri pohoi se rajoni 2 është një rajon ku është investuar shumë, janë bërë shumë punë të mira, projekte të mëdha për zonën dhe qytetarët e këtij rajoni. E kjo ka ardhur fal Edi Ramës dhe qeverisë shqiptare. Vjen mirë tashmë që në rajonin 2, një nga rajonet kampion të Partisë Socialiste, ne do kemi fatin të punojmë së bashku. Ky është shembulli më i mirë i Partisë Socialiste. Nuk ka njerëz të humbur, ka gjithmonë të fituar. Dhe ne duhet të luftojmë për këtë filozofi. Të gjithë ju bashkë jeni aksioner të fitores. Rikthejmë aty ku e lasht, në pikët më të larta, në betejat më të mira që kemi bërë së bashku, duke arritur për 2 palëzgjedhje fitoren më të thellë. Dhe rajoni juaj ka potencial të jashtëzakonshëm për të pasur përsëri një rezultat të thellë. Është një rajon që është investuar shumë, janë bërë shumë gjëra të mira, gjëra të mëdha që qytetarët e Vlorës së rajoni 2 i ka prekur, dhe kjo ka ardhur fal qeverisë shqiptare, investimet e qeverisë shqiptare, Edi Ramës, po ka një kartolinë të Vlorës që është rajoni juaj. Jemi në një garë, po nuk duhet dalim të plagosur nga kjo garë. Ne duhet dalim më të bashkuar, nuk duhet kthehemi pas. Po kjo fillon nga 11 maj me ripërtëritjen e kësaj force politike nëpërmjet votës së qytetarëve, ku jam i bindur, rajoni 2 do të luajë rolin kryesor. Premtimi i fundit thash, të gjithë fituar, të gjithë aksioner të fitores. Ministri Vëngu deklaroi se sot jemi në kushte krejt të tjera ku dhe buxheti i Bashkisë Vlorë poritet ndjeshëm fal këtyre investimeve gjatë gjithë vijës bregdetare, ndërsa ftoi vlonjatët të jenë shumë të vetëdijshëm për sfidën dhe nga ana tjetër shumë të vetëdijshëm për faktin se çfarë ka bërë Partia Socialiste, çfarë ka bërë Edi Rama për Vlorën dhe pse ka insistuar që ekipi që vjen për të marrë vota këtë herë është ndërtuar me një legjitimitet krejt tjetër, që të jetë sa më gjithëpërfshirës, sa më përfaqësues, duke shkuar përtej PS-s. Pyetja e parë që i bëjmë vetes gjithë është sa e vështirë është të kërkojmë një mandat 4. Mandatin e parë u vendosën disa themele të forta, qoftë nga pikpamja e financave publike, shtetërtimit, pastaj erdhi dhe mandati i dytë ku u vendosën po ashtu disa themele të tjera dhe u bë ajo hapja e madhe e infrastrukturës, e punëve të mbara që ka njohur ky qytet dhe patjetër edhe këtu Damiani është një nga ata përfaqësues që e ka çuar përpara infrastrukturën e Vlorës. Dhe fal të gjitha këtyre investime erdhi dhe ai realiteti i ri pavarësisht tërmetit, pandemisë, ai realiteti i turizmit që
Turizmi në fakt është 5 miliard euro në të ardhurat publike të shtetit tonë, në vit. Dhe sot jemi në kushte krejt tjera, ku edhe buxheti i Bashkisë Vlorë po rritet ndjeshëm, falë këtyre zhvillimeve gjatë gjithë vijës bregdetare. Duhet jemi shumë të vetëdijshëm për sfidën dhe nga ana tjetër edhe shumë koshient për çfarë ka bërë kjo skuadër deri më sot, çfarë ka bërë Edi Rama për Vlorën dhe pse ka insistuar që ky ekip që vjen për të marrë vota kësaj radhe është ndërtuar me një legjitimitet krejt tjetër, që të jetë sa më gjithëpërfshirës, sa më përfaqësues, duke shkuar përtej vetes tonë. Kandidatja Mjaftesa Sulaj në fjalën e saj pohoi se rajoni 2 ka treguar se është ndër rajonet në qarkun e Vlorës me votat më të larta. Për mua është kënaqësi të kthehem përsëri në vendlindjen time. Unë për fat jam banore e rajonit 2 dhe është kënaqësi për mua të jap kontributin tim në të njëjtin rajon të cilën unë kam lindur. Kam parë energjinë e të rinjve, jo vetëm në rajonin 2, por në të gjithë Vlorën, e cila është një energji pozitive dhe besoj se nëse kemi të njëjtën energji në qytetin e Vlorës, besoj se mund t'ja dalim. Struktura rajoni 2 ka treguar se është nga rajonet në qarkun e Vlorës me vota socialiste më të larta dhe kjo është fal punës suaj, cilën ju e keni bërë me të gjithë efortin e dur dhe kontributin që keni dhënë. Unë kërkoj votën socialiste, unë kërkoj votën për Edi Ramën dhe besoj se me bashkëpunimin tuaj maksimal dhe me bashkëpunimin tim maksimal, besoj se do arrijmë të kemi rezultate edhe më të larta. Takimi në rajonin 2 me struktura socialiste ishte në vijimsi të takimeve që kandidati socialist Gjiknuri po zhvillon me elektoratin dhe banorët në kuadër të zgjedhjeve të 11 majit.